Big Brother frikson keq, Edi kapet në gjumë, reagimi epik kur e thërret vëllai i madh. Një situatë komike, por shokuese, ka ndodhur së fundmi në shtëpinë më të famshme në vend, duke shkaktuar të qeshura të mëdha të banorët dhe shikuesit. Protagonisti i këtij momenti epik ishte banori Edi Kuçi, i cili u kap duke fjetur në obor. Teksa Edi po pushonte qetësisht në prani të banores Dolçe, gjumi e zuri. Sapo e vuri re këtë situatë, vëllai i madh ndërhyri në mënyrë të papritur. Për të shkaktuar një reagim sa më të fortë, zëri autoritar thiri me zë shumë të lartë emrin e Edit. Ndërhyrja e papritur e vëllait të madh rezultoi në një shok të menjëhershëm. Edi u trembi jashtëzakonisht shumë, duke u ngritur befas nga gjumi i thellë. Ky reagim i papritur e bëri Dolçen dhe ndoshta banorët e tjerë dëshmitar të shpërthejnë në të qeshura. Ky moment është kthyer menjëherë në hit në rrjetet sociale, duke u cilësuar si një nga videot më qesharake të ditës që tregon se as gjumi nuk është i garantuar në vëzhgimin e vazhdueshëm të kamerave të Big Brother.